Zanafilla 16. Disa vargje kyçe. Dhe Sara i tha Abramit, ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. Hyr pra dhe shërbysja ime ndofta mund të kem fëmijë prej saj. Dhe Abrami dëgjoi zërin e Saraj. Vargu 2. Atëherë angjëlli i Zotit e gjeti pranë një burimin uji në shkretë të tir dhe i tha, Agar, shërbysja e Sarajt, nga po vjen dhe ku po shkon? Vargjet 7 dhe 8. Atëherë Agari e thirrri emrin e Zotit që i kishte folur. Ti je Elroj, Perëndia që më sheh. Sepse tha, a e pash me të vërtet atë që më sheh mua? Vargu 13. Fill pas natës me yje vjen kapitulli i turpit të përditshëm. Kemi pritjen që lodhet, plani njerëzor merr timoni, dhe një shtëpi besimi që mbushet me përçmim, akuza e arrati. Por pikërisht në këtë rrëmuj njerëzore ndodh një nga takimet më të bukura në Bibël. Perëndia e ndjek një skllave egjiptiane në shkretë të tir dhe ajo e vetmja në të gjithë dhjatën e vjetër guxon t'i ver Perëndis një emër dhe ta thërras Elroj, Perëndia që më sheh. Konteksti historik dhe kulturor. Vargu 3 na jep orën, mbasi Abrami kishte banuar 10 vjet në vendin e Kananit, 10 vjet nga premtimi i parë. Dhe Saraj, tashmë rreth 75 vjeç, çdo muaj që kalonte ishte një provë më shumë, 10 vjet heshtje biologjike përballë një premtimi pa afat. Duhet ta ndjejmë peshën e kësaj pritje para se t'i gjykojmë. Ata nuk ishin njerëz të paduruar me 2 javë. Ishin njerëz të raskapitur pas një dekade. Dhe pikërisht këtu qëndron mësimi. Besimi nuk provohet në muajin e parë të pritjes, por në vitin e 10. Dhe zgjidhja që propozon Saraj nuk kishte skandal për kohën. Përkundërzi, dokumentet e lashta juridike të Mesopotamis, ligjet e Hamurabit, kontratat e Nuzit, e njohin pikërisht këtë praktik. Gruaja shterp i jepte burrit shërbyesen e saj dhe fëmia i lindur llogaritej ligjërisht si fëmia i zonjës. Pra plani ishte i ligjshëm, ishte i pranuar nga ana shoqërore dhe i mençur sipas çdo standardi të asaj kohe. Askush në atë brez nuk do t'i kishte ngritur vetlat çfarë po bëjnë këta njerëz. Por ja pyetja që kapitulli na e ngul si gjamb. A mjafton që diçka të jetë e lishme dhe normale nga ana e kulturës që të jetë edhe e drejtë para Perëndis? Premtimi ishte i Perëndis. Rruga drejt tij nuk mund të ishte e mishit. Dhe vini re prej ardhjen e Agarit. Ajo ishte nga Egjipti. Sipas gjasave, pjesa e shërbëtorëve të fituara pikërisht në zbritjen e gabuar në Egjipt, kapitulli 12, vargu 16. Pra kompromisi i djeshëm furnizoi tundimin e sotëm. Frytet e Egjiptit rrallë mbarojnë me daljen prej tij. Vazhdojmë të shikojmë vargjet më me nejmëtësi. Tani do të shikojmë vargjet 1 deri në 3. Abrahami dëgjoi zërin e Sarajt. Dëgjojeni arsyetimin e Sarajt. Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë, hyr te shërbyesja ime. 2 lëvizje në një fjali. Fajsimi i Perëndis për mbylljen e derës dhe hapja një dëre tjetër me duart e veta. Sa i njohur ky kombinim? Perëndia s'po ma jep, prandaj po e marr vet. Dhe përgjigja e Abrahamit jepet me një frazë që lexuesi Zanafillës e ka dëgjuar një herë më parë, dhe Abrahami dëgjoi zërin e Sarajt. Saktësisht formula e gjykimit të Adamit, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre. 3:17. Jehona është e qëllimshme, sërish një ofertë e bërë nga dora më e dashur, sërish një burr që spyet Perëndin, sërish fryti i marr që zgjidh dhe shkatërron. Problemi nuk është të dëgjuarit e bashkëshortes, është të dëgjuarin e saj në vend të Perëndis. Vetëm 10 vargje pas i besoi Zotit, tek kapitulli 15, vargu 16. Besimtari i madh vepron me mish, besimi dhe rënja banojnë më afër se ç'duhet ta pranojmë ne. Vazhdojmë së bashku me vargjet 4 deri në 6. Të gjithë humbasin. Plani funksionoi, Agari mbeti shtatzan. Dhe menjëherë gjithçka u elmua.
Agari e sheh zonjën me përçmim. Statusi i ri i nënës mbi shtërpësinë e zonjës. Sara shpërthen kundër Abramit me akuzën therse. Përgjegjësia për fyrjen që mu bë të bjerë mbi ty. Plani ishte i saj, faji i tij, dhe Abraham i landuar. Shërbysja është e jotja. Edhe është në dorën tënde. Bëj me të ç'të duash. Burri që çliroi Lotin me 318 trima, zgjen guximin të mbrojë gruan shtatzanë në shtëpinë e vet. Sara e trajton ashpër, Agari ikën në shkretëtir. Numëroni fituesit e planit të mishit, 0. Zgjidhjet tona pa Perëndin kanë këtë vull funksionojnë në hapin e parë dhe falimentojnë në të duke i lënë faturat më të rënda atyre që se morën vendimin, Agarit dhe fëmijës në barkun e saj. Vazhdoj me vargjet 7 deri në 12. Angjëlli i Zotit të burimi, nga vjen ku po shkon. Këtu tregimi ndryshon drejtim. Angjëlli i Zotit e gjeti. Kjo është hera e parë në të gjithë Biblën që shfaqet figura, Angjëlli i Zotit. Vini re këtë, jo për Abrahamin, jo për Sarajin, po për sklaven egjiptiane në Arati, viktimën e planeve të tjerëve. Ajo po ecte rrugës së Shurit, rrugës për në Egjipt, drejt shtëpisë së vjetër, dhe pyetja e parë e angjëllit është bariu në formë pyetje. Agar, e thirrur në emër hera parë në kapitull që dikush ja thot emrin, nga po vjen dhe ku po shkon. Perëndia e di përgjigjen, pyetja është për Agarin, ftesa për të parë veten, po ikën nga dhimbja drejt një të kaluare që se pret. Pastaj, urdhri i vështirë, ktheu dhe nënshtrohu. Jo se pa drejtësia e Sarajs miratohej, por se arratia drejt Egjiptit si të shpëtim, dhe me urdhrin premtimi pasardhësve të panumërt dhe një emër për djalit. Ismael, Perëndia dëgjon, sepse Zoti mori parasysh hidhërimin tënd, vargu 11. Vuajtja e saj kishte qenë e dëgjuar gjithë kohën. Përshkrimi i djalit të ardhshëm, vargu 12, është real deri në ashpërsi, një njeri i egër. Fjalë për fjalë, gomar i egër, njeriu. Kafsha e lirë e shkretëtirës që se zë dot asnjë zgjedh. Dora ti kundër të gjithëve dhe dora e të gjithëve kundër ti. Perëndia nuk i premton Agarit një djalë të lehtë, i premton një djalë të fortë e të lirë, me jetë lufte. Edhe premtimet e vërteta të Perëndisë vijnë pas bukurime. Ai nuk na fiton besimin me reklama të rreme. Dhe historia e vërtetoi, nga Ismaeli dolën 12 princa, 25 vargu 16. Populli i madh i shkretëtirës, saktësisht siç u dha te burimi. Vazhdojmë vargjet 13 deri në 16. Elroi, e vetmja që i vuri emër Perëndisë. Dhe përgjigja e Agarit ishte unike në të gjithë dhjatën e vjet. Ajo i dhe emër Perëndisë. Asnjë patriark, asnjë profet, asnjë mbret nuk e bën këtë, vetëm sklavja egjiptiane. Ti je Elroi, Perëndia që më sheh. Gjithë jetën kishte qenë e padukshme, e vogël në planin e Sarajt, pronë në dorën e Abramit, problem për t'u zgjidhur. Por në shkretëtirë zbuloi se dikush e kishte parë gjithë kohës, jo si vegël, por si një njeri me emër, me histori, nga vjen, dhe me të ardhme, ku po shkon. Burimi u quajt Beer Lahai Roi, pusi i të gjallit që më sheh, dhe mbeti në hartë si dëshmi i guri. Në vendin më të askujt, personi më i askujt u pan nga Perëndia. Nëse ndonjëherë je ndjer i padukshëm, i përdorur nga planet të tjerëve, i harruar në vujtjen tënde, ky emër i Perëndisë u shkrua për ty. Vazhdojmë së bashku me fjalët kyçe të tekstit. Elroi, vargu 13. Nga El Perëndi dhe Roi që sheh, Perëndia që më sheh. I vetmi emër i Perëndisë në të gjithë shkrimin i dhënë nga një njeri, dhe ai njeri është grua, skllave dhe e huaj. Perëndia i zbulon emrat e vet dhe përmes më të papriturve. Dhe emri që zgjodhi t'i zbulohej të papërfillurës është pikërisht ai që i duhej asaj. Jo Perëndia që sundon ose ai që gjykon, por Perëndia që sheh. Ismael, vargu 11. Nga El dhe folja Shama të dëgjosh. Perëndia dëgjon. Çdo herë që Agari do ta thërriste djalin për darkë, do të shpallte një predikim. Perëndia dëgjon.
emri u vërtetua sërish vite më vonë, kur Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit në Shkretëtir, kapitulli 21, vargu 17. Dy emrat e kapitullit bashk, ai sheh, ai dëgjon, janë teologjia e plot e ngushëllimit. Angjëlli i Zotit, vargu 7, në origjinal Malak Jahve, i dërguari i Zotit. Figura shfaqet këtu për herë të parë dhe në disa tekste flet si vetë Perëndia dhe nderohet si të tjerë një përfaqësues që mbart plotësisht praninë hyjnore. Sido që të jetë, e vërteta qëndron. Kur angjëlli i Zotit flet, është Perëndia që po të flet. Dëgjoj zërin, vargu 2, shpreja Shama Lekol. Të dëgjosh zërin, do më thënë t'i bindesh, e njëjta strukturë e Zanafilës 3:17. Ironia e hidhur e kapitullit, Abrahami dëgjoi zërin e gabuar të Saraj në vend të Perëndisë, ndërsa Perëndia dëgjoi zërin e duhur, hidhërimin e Agarit, emrin Ismael. Tani pyetja e besimit është pyetje dëgjimi. Cilit zë po i bindesh ti? Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Skena e burimit në Shkretëtir ka një binjake të saktë në dhjatën e re. Kemi atje një pus dhe atje një grua e huaj me histori të thyer, e ardhur te uji në orën kur se takon njeri dhe një i panjohur që e njeh. Jezusi, i lodhur nga udhëtimi, u ul pranë pusit. Një grua nga Samaria erdhi që të nxjerrë ujë. Gjithçka që kam bërë, ma the. E jani të shihni një njeri që më ka thënë gjithçka kam bërë. Vallë, mos është ky Krishti? Gjoni kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7 dhe vargu 29. Ajo që Agari mori te pusi i Shkretëtirës, të shihej plotësisht dhe të mos përbuzej. Gruaja samaritane mori nga veti Jezusi te pusi i Sikarit. Ky është stili i pandryshuar i Perëndisë tonë. Ai kërkon vetë të padukshmit, skllaven, samaritanën, taksamblezësin mbi fik, Luka 19:5, Zaken, sërish emri të verbrit buzë rrugës. Jezusi është Elroi me këmbë mes nesh, duke parë turmat, udhimsen, Mateu 9:36. Askush s'kalon pranë tij pa u parë. Pali e merr historinë e Agarit dhe në një drejtim tjetër te Galatësit kapitulli 4 vargjet 21 deri në 31. Ismaeli i lindur sipas mishit dhe Isaku i lindur sipas premtimit bëhen figura e dy rrugëve të përhershme, fesë së përpjekjes njerëzore dhe hirit të premtimit hyjnor. Gjithçka që lind nga Agari ynë, nga zgjidhjet tona me mish për të arritur bekimin e Perëndisë, mbart konfliktin brenda vetes. Vetëm ajo që lind nga premtimi trashëgon, por vini re butësinë e Zanafillës, edhe fëmijës së mishit. Perëndia i dha emër, premtim dhe kujdes. Rrugët tona të gabuara kanë pasoja të vërteta, por asnjë fëmijë i asnjë gabimi nuk është jashtë syrit të Elroit. Aplikimi në jetën tonë. Bukpjekësit e vjetër e din sekretin që se duron dot bota moderne. Brumit i duhet kohë. Nëse e fut në furr para kohe dhe nga që u lodhe duke pritur, merr diçka që duket buk nga jashtë, por është brum brenda. 10 vjet pritje e lodhën çiftin, dhe ata e futën planin në furr para kohe. Doli diçka, Ismaeli lindi vërtet, por bashkë me të doli edhe një shekull konflikti familjar. Marrim këto mësime nga ky kapitull. E para, mos e ndërto premtimin e frymës me duart e mishit. Perëndia kishte premtuar, Sarai e ndihmoi. Sa herë bëjmë të njëjtën, ndihmojmë Perëndin me manipulim për një shërbes, me kompromis, për një martesë, për një bekim. Ajo që fillon si ndihmë për planin e tij, përfundon si zvendësim i tij, dhe frytet e mishit i mban brenda konflikti. Galatasit 6:8. 2. Mos e mbulo pas. Kështu bëjnë të gjithë. Plani i Sarajit ishte i lishëm dhe normal për kulturën. Edhe sot shumë gjëra mund të jenë të lishme dhe normale, por janë të gabuara para Perëndisë. Pyetja besimtarit nuk duhet të jetë e bëjnë të gjithë, apo e lejon ligji, por a e miraton Ati? Romakët 12:2 thot,
mos u konformoni me këtë botë. 3. Mos i ngarko Perëndis vendimet e tua. Zoti më ka ndaluar, prandaj hyr te shërbyesja. Dera e mbyllur u përdor si leje për derën e gabuar. Një derë e mbyllur nga Perëndia nuk është autorizim për të thyer dritare. Kur diçka vonon, pyetja s'është çfarë mund të bëj vetë, por çfarë po më mëson ai ndërsa pres. 4. Kujto kush i paguan faturat e planeve të tua. Fituesit e planit ishin 0, por humbsja më e madhe ishte ajo që s'vendosi asgjë. Agari, vendimet tona në mish i vuajnë zakonisht më të dobtit rreth nesh, fëmijët, punonjësit, ata që nuk kanë zë. Para çdo zgjidhje të shpejtë, pyet kush do ta mbaj barrën nesër. 5. Beso se je i parë dhe në arrati. Nëse sot ndihesh i padukshëm, i përdorur nga planet e të tjerëve, i harruar në hidhërimin tënd, në ikje nga një dhimbje, emri i zbuluar në shkretëtir është për ty, El Roi. Perëndia të sheh. Ismael, Perëndia dëgjon. Ai të thret në emër dhe i di të dyja pyetjet nga vjen dhe ku po shkon. 6. Ktheu aty kur të dërgon ai, edhe kur dham. Ktheu në nshtrou. Ishte urdhri më i vështirë, por rruga e shurit çonte vetëm në Egjipt. Ndonjëherë Perëndia na kthen në situata të vështira, në një martesë të lodhur, në një kishë që vuan, në një detyrë të rëndë, jo që miraton pa drejtësit, por se arratia s'është adresa e shërimit. Ktheu me premtimin në dorë. Ai që të pa në shkretëtir, të sheh edhe atje. Përmbledhje. Zanafilla 16 na mësoi pritjen 10 vjeçare që u lodh, planin e lishëm e normal që ishte mosbesim, jehonën e Adamit të dëgjoj zërin, rrëmujën ku të gjithë humbën dhe fatura ra mbi më të pafuqishmin. Pastaj mrekullitë e shkretëtirës, angjëllin e Zotit që e gjen skllave në arrati, e thërret në emër, i jep premtimin e emër djalit dhe merr prej saj emrin më të ëmbël që njeriu i ka dhënë ndonjëherë Perëndis, El Roi, Perëndia që më sheh. Mbaj mend këtë varg, ti je Perëndia që më sheh. Zanafilla 16:13. Askush nuk është aq i vogël, aq i huaj, aq në arrati, sa të dal nga fusha e shikimit të tij. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me ju dhe Zoti ju bekoft. Amen.